me pjesëmarrje. Nuk besoj se Albin Kurti s'është përgjigj as në Prishtinë as në Hag. Ne kemi bërë ftesë edhe thirrje publike edhe në Prishtinë, edhe në Prishtinë nuk ka orë, as në Hag s'ka orë Albin Kurti, kështu që nuk i besoj fare unë atij njeriu, nuk i besoj se e dim praktikën e tij, e dim punën e tij që punon në njeri. Unë me të kam një prevojë shumë të keqe, kur ka në 2019 në organizatën veteran klubit dhe më ka kënjë një njeri që të gjenjen një herë, mopi tina zot presëm asgjë. Kështu që unë edhe njerë për sërë si bëj ftesë Albin Kurtit, nesër ftesë publike, të vjen në sheshin e Skënderbeut, në sheshin e Flamurit, të Gjergj Kastriotit këtu, në bashkangjitet në protestën gjithë popullore. Këta qytetarë nga Kosova janë qytetarë të tina, janë qytetarë të Kosovës dhe Albin Kurti e desha se desha është kryeministri i vendit tim, është në detyrë faktikisht, se nuk është i zgjedhur ende si kryeminist, por është një detyrë, kryeministri në detyrë dhe ka ai që vjen nesër këtu. Dhe ju t'jap deklarata të boshë. Zotri Kucati, në fakt në reagimin e lëvizjes vetëvendosje u përfshi dhe kryeministri shqiptar Edi Rama, ku tha se ai ka qenë i farfor me shtys që palët të votonin pro gjykatës speciale. Si e pat këtë përfshirje të Edi Ramës nga ana e lëvizjes vetëvendosje? Jo, Edi Rama nuk është përzi në organizimin tonë. Protesta ka karakter kombëtar gjithë popullor. Protestën e ka organizuar 3 shoqata të dalën nga lufta e Kosovës në bashkëpunim me shoqata të ndryshme në Shqipëri. Nuk ka këtu as një parti politik as nga Kosova, as nga Shqipëria, as nga Maqedonia. Protesta kombëtare. Kam fjalën se kishte qenë shtys për të votuar pro gjykata speciale. Kështu të paktën thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Asaj është e vërtet. Ne dim këtu rrethona çfarë krijon Albini. Jo, nuk është e vërtet. Ata kanë një notë politike me zveti. Këtë pyetje është mbi drejtorin Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Jo, neve si shoqata, ne jemi tek e fundi jemi shoqëri e këtij kombi, jemi shoqëri e këtij vendi dhe ne bëjmë thirrje vetëm për protestë paqësore dhe gjithë kombëtarët që të vinin në Tiranë. Edhe ju media, të falenderoj ju media, jeni të mirë se ardhur gjithmonë na keni gjim pranë dhe prapë kërkoj për juve që të vini nesër në Tiranë në sheshin Skënderbeu. Këtu tani ne nuk do të merremi me politikë. Fjalime politike s'ka. Tu janë 4 fjalime, 5 eventualisht nuk do të jetë fjalime, por njëjtat fjalime si Prishtinë, si Den Haag, njëjtat do të përdoren edhe në kryeqytetin shqiptar në Tiranë. Zotri Kucati, prisni që partitë politike një farforme të jenë të bashkuara në një situatë të tillë dhe jo të ketë politizime të tilla. Unë bëj thirrje edhe një herë, këta parti politike mos mohani noti mes veti se ne i çojna ujë në mullinin e Serbisë. Ne kërkojmë që ne duhet bashkohemi ne gjithmonë që esun gishtin kokës mendojmë për kombin dhe për vendin dhe t'i lëmë këtu i note mes veti. Të ecim përpara vetëm të bashkuar, kështu të ndajmë ne s'mund të ecim përpara. Edhe ne bëj ftesë. Gjitha partive vinë në sheshin Skënderbeu, pa dallim ideologjie, pa dallim bindje këtyre politike. Bëj ftesë gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim feje. Ne jemi tek fundi shqiptar, ne na bashkojmë Flamuri Kuçezi dhe ne duhet bashkohemi nesër të gjithë për një kaos të madh kundër gjykatës speciale, kundër padrejtisë, me moton edhe unë jam UÇK. Nëse ata janë kriminal, jam unë, janë gjithë populli shqiptar kriminal.